Gjithmonë aty ku ka një aktivitet sportiv, gjithmonë aty ku sporti bashkon shqiptarët është dhe merr pjesë emisionin sporti shqiptar në Emergjim. Këtë fundjavë jemi në Deredigen, ku e përcjellim dhe kemi ndjekur turneun tradicional Kërçova 2025, organizuar nga shoqata kulturore Kërçova këtu në Zvicër. Si gjithmonë, fjalën kryesore në këtë turne kanë shoqatat kërçovare dhe Mërgata e Kërçovës, ku erdhen edhe kësaj radhe nga shumë pjesë të Zvicrës, morën pjesë me ekipet e tyre dhe në fund të shoqata Arangjeli doli fitues dhe e mbrojti titullin. Se si shkoi ky turne tradicional, do të ndjekim në minutat në vazhdim përmbledhjen e materialit të përgatitur, kushtuar turneut të shoqatës kulturore Kërçova në Zvicër. Na ndiqni. Po gjithsesi është për ta vlerësuar lartë atë vullnetarizmin se kret këto pjesëmarrësit që i pat, sidomos te ekipa e grillit, ekipa që organizoi pjesën sportive, po sigurimi, do thot kret janë në bazë vullnetare. Po edhe pjesa brenda e kuzhinës, ku ishin gratë tona, motrat tona, dhe është shumë për ta vlerësuar këtë, me të vërtetë, sepse na si kërçovar kjo tashmë është tradit, ku gratë disa vite kanë përgatitur edhe vetë ushqime tradicionale kërçovare dhe i kemi dhënë mundësinë këtu që njerëzit të shijojnë ata. Edhe është me të vërtetë një formë e mirë që ja preferojmë edhe shoqatave tjera, unioneve tjera që ta praktikojnë këtë formë të organizimit, sepse ja vlen. Edhe njerëzit ndihen mirë, ndihen të kënaqur, vullnetar, po edhe pjesëmarrësit ndihen mirë kur e shohin që bëhet një punë krejtësisht vullnetare nga një ekip për gati 50 personave këtu me familjar. Domethënë, edhe është me vërtet një moment shumë i bukur. Është e vërtet, Kasam, që ne familjarisht jemi të organizuar, edhe do të kisha thënë pa gjinim femërore, gati është e pamundur që ta organizosh këtë turne, edhe është një ndihmës shumë e madhe që nga mëngjesi deri në mbrëmje familjarisht angazhohen njerëz me vite të tëra. Edhe për këtë jemi shumë falënderues. Penala me Gjeçën.
Atër Kasam, për të organizuar një turne të këtillë nuk është edhe aq e lehtë, shkaku se ne nuk është vetëm organizimi i kësaj dite. Ne kemi disa takime përpara turneut që takohemi disa herë, kemi edhe kërkesa nga komuna që duhet t'i plotësojmë të gjitha kushtet për të organizuar një turne me masë kaq të madhe. Është e lodhur, po për ne është një turne që e bëjmë tradicionalisht, edhe për ne me të vërtetë mendoj se i kemi të gjitha kushtet edhe jemi të përgatitur. Edhe si çdo vjet e kemi masën dhe njerëzit që na përkrahin. Ne jemi këtu për të vazhduar atë lidhjen tonë që tani më është ndërtuar sa vite me radhë. Pa dyshim një nga meritat më të mëdha të kësaj shoqate ndër vite. Mos harrojmë edhe kryesitë tjera të shoqatës kanë realizuar jo vetëm aktivitete sportive, kulturore, por edhe kombëtare. Dhe ne kemi obligim dhe detyrim që t'jemi këtu, ti mbështesim dhe ndjejmë veten të nderuar dhe të respektuar që jemi në mesin e gurbetçarëve tanë, bashkëvendasve tanë, sportdashësve, të cilët dinë më së miri dhe më së bukuri të realizojnë aktivitete të tilla. Do të vazhdojmë gjithmonë. Pra, kjo nuk është as hera e parë dhe nuk do të jetë as si hera e fundit. Lidhja e jona me mërgatën tonë, e thash edhe një herë, është një detyrim që buron shumë herët. Buron ndër breza dhe ne si institucion e ndjejmë veten për obligim që të jemi këtu dhe sot jemi me lojtarët e përzgjedhur të qytetit Kërçovës, të cilët me shumë vullnet dhe shumë dashuri, si çdo vit edhe kësaj radhe pranuan ftesën për të qenë prezent këtu. Për mua është kënaqësi, padyshim është respekt, e thash është edhe nder që të vazhdoj të jem pranë mërgatës sonë. Unë dua t'i falenderoj që nga kryetari i shoqatës, anëtarët e kryesisë, të gjithë këto aktivistë, të cilët siç e shihni në mënyrën më të bukur kanë organizuar këtë aktivitet, zonjat e nderuara, punëtorët rreth kësaj ngjarje, pastaj edhe stafin e këshillin organizativ të këtij turniri dhe padyshim uroj që në fund edhe të fitoj më i miri, por edhe të gallënjej si gjithmonë ky turnej që për ne ka shumë rëndësi.
Faleminderit juve sporti shqiptar në Mërgat, që jeni gjithmonë pranë çdo aktiviteti sportiv, kudo që është në territor të Zvicrës, jeni një shembull i shkëlqyer se si duhet të përkrahen edhe rinia, edhe shoqatat, edhe sporti në përgjithësi. Me të vërtetë është kënaqësi e veçantë. Ishte një turnir shumë mirë i organizuar në gjitha aspektet, si nivelin e rregullave sigurisë. Mbarvajtja shkoj pas një incident, kjo është më e rëndësishme që t'jepet mesazh se dim të luajmë, të organizojmë turnire në mënyrë profesionale, të themi, kështu që edhe ka pas refer prej Federatës Republikës Maqedonisë së Veriut që kanë referu këto, shoqata kulturore Kërçova e mban për disa të herë, domethënë çdo vit, është një mesazh shumë i fuqishëm se nuk është vetëm sporti në pyetje, por është edhe takimi mes Mërgatës, bashkëpunimi mes të shoqatave, afërsia e gjithë, domethënë kërçovarëve që edhe njoftohen të rit. Është gjithmonë e ceki që sporti është ai që i lidh nga fëmia i vogël deri te mosha më e thyer në 90 vjet apo edhe më sipër, varësisht tani sa kemi arrit. Është domethënë një urë lidhse shumë e mirë, edhe punojmë në mënyrën perfekte së bashku. Unë edhe përgëzoj kryetarin Resulin për këtë organizim, edhe stafin e tij që punojnë së bashku pa ndërprerje, edhe për çështjet madhore që kur vjen pyetje, domethënë ndihma ndaj qytetarëve në Kërçov ose çfarëdo që është, unë i falenderoj të gjithë bashkëvendasit e mi, gjithashtu i uroj shoqatës Haranjelli vendin e parë. Edhe shpresoj që vetëm kështu të vazhdojmë. Ta kam thënë edhe ty, shpresoj që të organizojmë një kup e Maqedonisë, Republikës Maqedonisë së Veriut, të gjithë qytetet, një turnir të përbashkët, do të ishte mrekulli. Për mua është çdo herë një kënaqësi e madhe sepse është momenti ku mund të takoj shumë bashkëdhetar nga Kërçova. Ne jemi këtu për fat mirë apo për fat keq një numër i madh i kërçovarëve dhe është çdo herë bukur kur i sheh njerëzit dhe kur i takon. Natyrisht për mua edhe shoh edhe shumë pacient. Do ishte mirë që këta turnire të vazhdojnë në këtë traditë, sepse është një mënyrë mirë e njohtimit edhe sidomos të gjeneratëve të reja. Unë i kam marrë 2 fëmijët e mi me vete që të njoftojnë pak më shumë njerëz nga vendinja, sepse pushimi 2-3 javë në vit nuk mjafton që të njoftohemi me të revat tona. Kërçova është qyteti të cilën ne kemi në zemër, natyrisht që ne të gjithë mendojmë dhe shpresojmë dhe jemi të bindur që një ditë do kthehemi dhe do ta bëjmë Kërçovën se ajo ka nga Uskana ime e dashur, por derisa nuk kemi kthyer me tingut e kësaj këngë të bukur, faleminderit edhe të fitojmë më i miri. A jemi gati për finale. Dhe Alban Bajrami, një lutë për një trashëgimje. Mefail Emini, Lavdrim Hamiti, Shkëlqim
Është një turne tradicional, Kasam, që pjesën më të madhe dominojnë shoqatat. Do me thënë, shumë pak ekipa kemi që nuk quhen shoqata o humanitare ose kulturore dhe marrin pjesë çdo vit. Për ne është një diçka shumë e lehtë dhe do me thënë për fillim e dim se plus minus se sa ekipa do të jenë pjesëmarrëse. Gjithashtu kemi edhe komunën e Kërçovës që marrin pjesë gati çdo vjet si ekip dhe këtë vit patin fatin që ishin edhe si finalist të këtij turneu. Është kënaqësi të jemi në turnire të tilla. Shoqata kulturore Kërçova është një simbol veç për kërçovarët, për Kërçovën tonë të re këtu në Zvicër. Është kënaqësi ne si fshat të jemi pjesëmarrës dhe në pjesën më të madhe të turnireve dhe si fitues të këtij turniri. Dhe ne si simpatizant të kësaj ekipe jemi shumë krenar me të djemt, me shikuesit, me bashkëtarët. Ato janë motivuesit tanë që na motivojnë çdo vit jemi më mirë dhe çdo vit të ecim përpara. Kënaqësi, faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju. Po është edhe shumë kënaqësi se fëmijët që lojnë zimtash futboll është gjenerata e parë e bashkimit. Edhe fshati jonë është një fshat i njohur futbolli, është një fshat bashkimi i cili mbi prioritet ka bashkimin të rinjve, të kulturës. Edhe është kënaqësi që fëmijët të rinj tanë që luajnë futboll janë
një prill dhe djemtë atyne që filluan në Kërçovë të luajnë futboll për pikë së pari. Faleminderit edhe juve, gjithë të mirat. Pesën që ka ardhur nga Struga. Bravo! Faleminderit Besa. I ndajmë njohje referit Arif Spahiut. Bravo Lefi! Bravo! Tash ktoj doktor Gafur Sherbeti që t'i ndaj kupën për portierin më i mirë. Dhe portieri më i mirë për ne ishte sot Resul Ramadani. Dhe lojtari më i mirë shpallet sot Ismet Osmani. Që të ndaj vendin e tretë që i takoj shoqatës humanitare Tuhini 1. Tash ktoj sekretarin e komunës, zoti Fatmir Deani, si dhe Valon Gashi, sekretari ambasadës së Shqipërisë, që të ndajnë vendin e dytë që i takoj ekipit të komunës së Kërçovës. Niko Shqiptit e falenderoj sekretarin Fatmir Deani që morën pjesë bashkë me ekipin. Kasam ju falenderoj njërë në radhë të parë ju si gazetar i emisionit Sporti në Mërgim. Ju falenderoj që keni ardhur dhe e prezentoni këtë ditë sportive ku jeshim mbledhur me të vërtet ndoshta mbi 1000 kërçovar që erdhën dhe na nderuan me prezencën e tyre, se të këto u kënaqën me sportin, me futbollin, me ushqimin që përgatitëm ne si shoqat dhe besoj se kalum me të vërtet një ditë shumë të mirë, një ditë sporti dhe më në fund fitoj më i miri. Fitoj shoqata Aranjelli, që është një ndër shoqatat më të organizuara, faktikisht një ndër sportdasit dhe besoj se kalum shumë mirë. Faleminderit juve që ishit prezent. Ktoj sekretarin e shoqatës, zotëri Resul Mehmeti, si dhe ambasadorin e Maqedonisë së Veriut, zotëri Recep Demiri, që të ndajnë vendin e parë për stadionet e vitit 2023. Ekipit të shoqatës Aranjell Zvicër 1. Vjetë i fondit, nuk besoj të Dove shpak? Miqtë e sportit shqiptar në Mërgim, ju përshëndes këtu nga Terendingeni, ku morëm pjesë në turneun e shoqatës kulturore Kërçova në Zvicër. Faleminderit që na ndiqni, miru ta kofshim dhe mirë mbeqi.